Prej 2 vitesh, Together for Life ka qenë partner e projektit European Mind Theater, një iniciativë që promovon shëndetin mendor të rinjve dhe rrit ndërgjegjësimin për sfidat e mjedisit digital përmes metodologjisë së forumit të teatrit, një metodologji interaktive që nuk ofron përgjigje të gatshme, por i fton të rinj të mendojnë, të diskutojnë dhe të bëhen pjesë e ndryshimit. Fal këtij projekti, pjesëmarrës nga Shqipëria, punonjës rinor, mësues, edukator dhe profesionistë të rinj patën mundësinë të marrin pjesë në një trajnim intensiv një javor në Serbi, së bashku me partner ka vende të ndryshme europiane. Aty ata u njohën me metodologjinë e forumit të teatrit përmes ushtrimeve praktike, improvizimit dhe krijimit të skenave që pasqyrojnë sfida reale me të cilat përballen të rinjt. Ky rrugtim vazhdoi në Shqipëri, ku Together for Life pati kënaqësinë të ishte organizata mikpritëse e trajnimit ndërkombëtar. Për disa ditë Tirana u kthye në një hapësirë bashkëpunimi, reflektimi dhe shkëmbimi eksperiencash mes pjesëmarrësve nga vende të ndryshme. Ka qenë një përvojë zbuluese edhe për mua kjo si aktor, mënyrë qasje ndaj të bërit teatr, se si teatri jo në formën e vet klasike, por në këtë lloj forme dhe metodologjie mund të shërbej për të ndryshuar shumë situata jetësore. Këtë përvojë disa ditore që ne e morëm duke u trajnuar dhe duke i mësuar hapat një nga një se si të arrijmë deri në pikën ku të bëjmë një performancë të asaj që quhet forum theater, ta marrim edhe ta zbatojmë në praktik. Por projekti nuk u ndal me kaq. Pjesëmarrësit vazhduan të mësojnë edhe përmes një programi e-learning, si dhe u përfshin në laboratorët virtual, një seri prej 7 sesionesh online, ku zhvilluan më tej aftësitë e tyre dhe bashkëpunuan për krijimin e skenareve të forumit të teatrit. Në Shqipëri kemi organizuar gjithashtu edhe workshope praktike, ku metodologjia është sjellë pranë të rinjve përmes lojrave me role, improvizimit dhe diskutimit mbi situata reale që lidhen me shëndetin mendor dhe sfidat e mjedisit digital. Çdo aktivitet ka treguar se teatri mund të jetë një mjet i fuqishëm për dialog, reflektim dhe pjesëmarrje aktive. Dua të them që jam shumë i lumtur që mua më dha një mundësi e tillë për të marrë pjesë në këtë trajnim dhe duke qenë në brendësi unë si student e shoh shumë të nevojshme këtë lloj teatri, sepse them të vërtetën është shumë i nevojshëm duke qenë se shpreh dhe kuptojmë njëri tjetrin shumë më mirë, duke mos folur fare. Dhe unë mendoj që unë do ta aplikoj këtë lloj dhe këto mësime që ne kemi marrë në këtë ditë do t'i aplikoj edhe në shkollë, edhe në vende të tjera ku unë marr pjesë aktivitete të tjera dhe thjesht dua t'ju falenderoj për mundësinë. Së shpejti do të organizohet edhe një performancë lokale e forumit të teatrit, ku të rinj do të sjellin në skenë historitë që kanë ndërtuar gjatë gjithë këtij rrugtimi. Një performancë ku publiku nuk do të jetë vetëm spektator, por do të jetë edhe pjesë e zgjedhjes. Në Mind Theater ne besojmë se ndryshimi fillon kur secili prej nesh gjen guximin për të marrë fjalën, të dëgjojë tjetrin dhe të veprojë. Së bashku po ndërtojmë një komunitet të rinj më të ndërgjegjshëm, më empatik dhe më aktiv. Together for Life është krenare që ka sjell këtë metodologji në Shqipëri dhe mezi pret të vazhdojmë këtë rrugtim së bashku me të rinjt. Unë do i bëja thirrje të gjithëve të rinjve që të shkojnë sa më shumë në teatr dhe të shohin, sepse ka edhe magjinë të bukur që ndodh aty për aty dhe të gjithë jemi prezent. Nuk janë pjesëtar vetëm ata që luajnë, por është dhe publiku.